Mirë mëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhe në një tjetër video këtu në Vlogmas. Sot do jetë një video shumë e bukur, sepse vjen motra për herë të parë që të takoj nipin e vogël dhe ta njohi. Unë sapo jam gëtur nga gjumi. Sot nuk ka qenë nata më e mirëmundshme. Dhe tani do para se të zgjohet Kian, do shkoj të bëj një dush. Do të rretoj flokët, do vishem, pritja të rrëve që do vesh. Do vesh këtë fundin e zi, do vesh një golf të zi. Një palgeta në këtë ngjyrë, që mos që jam komplet në të zesa. Jam shumë e lodhur, mirë po jam dhe shumë e lumtur, që do shkojmë në aeroport edhe do marrim motrën. Do të marrim djalin me vete. Motra vjen në orën 9:30, kështu që unë do ta marr djalin me vete, do nisem pak më vonë që edhe nëse ka vonesa ajo, të jetë ajo që pret pak në aeroport se sa unë me djalin, sepse sa ndalon makina kemi parti nëse është zgjuar dhe nuk është në humor të mirë, kurse kur ecë makina zakonisht funksionon. Kështu që bëhemi gati, nisem me çunin, marrim motrën dhe nesër të shkojmë në një nga marketet e Krishtlindjeve më të bukura, do thoja, këtu në zonën ku jetojmë ne, në Rheinland-Pfalz, që është në Traben-Trabach. Mezi po më pyet, do shkojmë të gjithë si familje. Kështu që qëndroni me mua në këtë vlog edhe shkojmë të marrim motrën. Sa po nisëm, fillimisht po hedh pak naftë makinës. Naftë, kjo me dizel është, po zotë. Si jemi në femrat kështu. Nga që BMW-ja që kemi bler tani është me benzinë, dhe më pari kishe makinat vetëm me naftë, edhe jam kështu në qikë si e tromaksur. Okej, shkojmë paguajmë dhe pastaj nisemi direkt për në aeroport. Dhe si thash, mëngjezin do ta ham aty në një Burger King, që të ushqej dhe djalin rrugës dhe mos të ri mbi 2 orë në Seggiolino. Ride pak. Jemi 10 minuta larg nga aeroporti i Frankfurt-Hahn. Motra ka ardhur, ka kaluar të gjitha kontrollet dhe tani po pret që shkojmë ta marrim ne. Unë nisem një çik vonë sepse edhe Kian u zgjua vonë. Dhe tani të rrugës kemi dëgjuar këngë për fëmijë, këngë Nina Na. Dhe kur filloi ajo kënga e Fifit, çka ajo kënga Nina Na në krahët e mia. Nuk e dëgjova dot deri në fund, e ndalova se nuk e di më mbushën syt. Tjetër lloj emocioni tash. Djali sa po u zgjua dhe qesh me nënën u knaq. E shikoj nga pasqyra këtu që jeli duke qeshë. Dhe sot qesh pak më shumë se ditët e tjera, mbase gjatë natës ka mësuar më shumë. Kian. Kemi dhe vetëm 10 minuta Kian. Vetëm 10 minuta duhet të presësh. Në të t'japi mami qumësh të ngrohtë fare të freskët të sapo prodhuar nga fabrika. Dakord? Mirë se erdhe në Gjermani.
më falë. Ska. Kështë shkela, qarë më ty? Si të shkoj rruga, mirë? Hyp para, motra. Hyp para, se mami është mbrapa. Pastaj takojmë se bie shi. Si të shkoj rruga? Hajde. Jenë gjitha e bukur që ke bërë me klasë fare. Wow! Sa bukur që ke veshur e doktorë? Ja. Po, aq kile mora unë. Sa mirë. Faleminderit, na e hapën vet. Je bërë shumë e mirë dhe ti, Hilda. Kjo xhaketa që nga shumë e bukur. Tani ndalesa e parë dhe ham bukë. Ha, si të duket Nipi? Shumë i mirë, shumë i bukur, shumë i lezetshëm, i qeshur, i gëzuar. Sa mirë të fasë, ishte të bukur që është, i mamitë shumë fare. Shumë mirë. Ke qenë teza. Përshëndetje! Sot jemi familja e madhe, është mami, është babi, është tezi, është nëna dhe është biri vogël. Përshëndetje! Sot do shkojmë, do t'i tregoj mamit edhe motrës një ndër marketet e Krishtlindjeve më të bukura në të gjithë zonën tonë, sepse janë markete Krishtlindje që janë në për tunele, në për vinoteka. Kështu që tani po shkojmë tek shtëpia e një mikeshës dhe mikut ton, sepse do bëjmë të gjithë grupi bashk edhe do shkojmë në këtë, si quhet vendi? Trabach. Mbajini mend, po ja shkruaj sepse është me vërtet një ndër marketet e Krishtlindjeve më të veçanta, duke qenë se po ja u them që është nëpër kështu tunele. Po, duam të shkojmë patjetër. Edhe pasaj në fund do na japi pikët motra dhe mami si ju duk ky market i Krishtlindjeve, dakord? Patjetër. Shkojmë. Ja dhe djali. Sa po arritëm në Trabach. Dhe do shikojmë në cilin tunel të parin do shkojmë. Kiani dhe pak po e ze gjumi. Jo, nuk po e ze, po inshallah e ze. O, sa bukur! Sa po kemi ardhur në marketin e Krishtlindjeve, ka shumë rradh dhe kemi diku te gëzuar. Kemi diku te 10 minuta që po rrim në rradh për të marrë një disa kek me patate që unë kam qef. Dhe mami porositi krepa vet, shikoni, ja ku është. Po shumë krenare. Mami sa po porositi 2 krepa me çokoladë, vetë. Të lumt. Mami, merri presin. Do t'i mbaruam, do t'i mbarojmë. Ja, mirë këto pasaj dhemi. Unë po hajt gjën e parë. Dhe është kjo. Sajtë. Shumë e vështirë të ashtë kur ke fëmijën para. Kjo këtu.
Sa po erdhe dhe u futëm nga një rrugë jo legale, sepse duhet të prisnim radhën, u futëm nga hoteli. Ua, si kriminal më ngjavi vetja. Është shumë bukur këtu, nuk e keni ide. Kjo këtu ka qenë parkim dhe këtu festohen dasma. Dhe ka shumë gjëra për të blerë, gjëra artizanale, ka gjëra për të pirë, gjëra për të ngrënë, gjëra të pjekura, të skuqura, domethënë që ka me vërtet një market Krishtlindjes pak më ndryshe se që jam mësuar unë ta shikoj deri tani. Kështu që ja vlen vërtet të bëni një xhiro. Po ja shkruaj edhe një herë emrin Trabën, Traba. Ishte shumë i bukur marketi Krishtlindjeve, tani kemi ardhur këtu në tualet që ta ndërë djalin se dëgjova që bëri diçka. Pastaj do ta ushqej dhe do nisemi. Sa e fortë që ka kjo makinë. Bravo. Kemi të gjitha gjërat këtu që na duan. Edhe do të ndërroj mango. Shikoni sa është radha për të futur në një nga këto qilaret, shumë e gjatë. Prandaj ne po ikim se djalin e kemi të vogël, edhe mjaftueshëm pam. Shikoni. Jam vetëm marki Krishtlindje, sepse unë jam një babi shumë i keq. Neci shkon vetë në shtëpi me Kiani, por vetëm sepse Davidi do të vizitojnë neve. Por unë jam akoma në marki Krishtlindje me shokën time, është shumë bukur. Tani jemi në market tjetër. Të gjitha janë ndryshe, diçka të hanë ndryshe, të blejnë ndryshe, të pijen ndryshe, patjetër. Është shumë bukur, shumë e veçantë, shumë mirë. Këtu kemi erë do me thënë ndryshe,
por ka diçka shumë veçantë. Shiko. Shumë e shijshme, shumë e veçantë, por finere shumë interesante, do me thëmë. Edhe salam. Njam, njam. Po jo flas tani nga dita tjetër. Sot është e diel dhe sot në darkë do ikim motra. Motra erdhi vetëm për 1-2 ditë sa për të njohur djalin, sepse ajo është mësuese muzike dhe është në punë. Dhe normalisht që e hëna ishte pushim, nuk e di se çfarë feste ishte. Çfarë është 8 vjeçari, nuk e di. Dhe ja kaluam shumë mirë në marketin e Krishtlindjeve, ishte shumë i bukur. Kur u kthyem, pastaj kishim një rrugë terrori. Kia na ka bërë terror. Ka qarë gjatë gjithë rrugës dhe 45 minuta që ishte rruga, mu duk si 2 orë e gjysmë. Do me thënë ndaluam 3 herë, kërë që 2 orë u bë, po mua mu duk si një përjetësi. Nuk e di pse, duke se kishte frikë në makinë ose te marketi Krishtlindjeve pa shumë dhe pastaj duhet ta përpunonte. Por kur erdhem në shtëpi, prandaj nuk zyrova dot më. Dhe kur erdhem në shtëpi, thjesht i bëra rutinën, i bëra dushin, do me thënë vaskën, i dha shtëpi, e shtriva në krevat dhe fleti direkt. Kështu që nuk është se pati ndonjë ndikim tek gjumi natës, por rruga ishte vërtet shumë e vështirë dhe u pendova që i thash Stefanit ti rri me shokët tanë, unë do ikim më përpara, sepse nëse do kishte qenë Stefani, mbrapa do isha më e qetë, duke qenë se mami e ka Kianin dashuri kaq të madhe sa kur qan ai, ajo e humbet fare të ruan. Gjithsesi, marketi ishte shumë i bukur dhe isha shumë e lumtur që e kalova me gjithë familjen time. Kështu, tani duhet ta mbyll se do bëhemi gati dhe do ikim.